për gjithë fillimisht kërkoj falje për vonesën. Të nderuar familje të dëshmorëve, të nderuar familje të martirëve, veteran të ushtrisë ligjërimtare të Kosovës, invalid të ushtrisë ligjërimtare të Kosovës, të nderuar institucione. Faleminderit fillimisht që na keni tubuar këtu sot në ditën e shajt për fshatin tonë si Bosin, po edhe Mbarsh Qavica. Nuk është e lehtë këtu me zgjedh fjale dhe me fol për ata që dhanë gjithçka që ne sot jemi të lirë. Që ne sot me krenari e me mburje t'i drejtohemi qytetarëve tonë. Se ata që gjaku i tyre u bë themel i lirisë, sot me 30 prill 2026 ne bashkë me institucionet tona, me shtetin tonë, me ushtrinë tonë, me policinë tonë, çdo ditë më shumë punojmë për ta forcuar e për ta ndërtuar shtetin tonë. Prandaj të dashur bashkëvendas, muaji prill i vitit 1999 ishte muaji i lavdis, muaji i sakrificës, muaji i luftës çlirimtare. Pas gjakun e dëshmorëve sigurisht që s'do të kishte kuptim as vetë jeta jonë. Prandaj lavdia u takon gjithë dëshmorëve të kombit, lavdia u takon martirëve, nderi e respekti bashkëftarëve të tyre që me të vërtet meritojnë çdo lavdat e çdo respekt duke filluar nga ne si institucione, por edhe mbar kombit shqiptar. Respekt e lavdi e përjashme për dëshmorët e kombit tonë. Dikur, në këtë detoj se nuk do të qonin me nënat, se nuk do të vrejta askush në tokën tonë. Por sot, ka mujë nuk dridhej vetëm prerës, por prej zemrave tona që nuk po gjejnë qëtësi. Orta, i gjithë fshoti flet për djemët tonë, agronin, afrimin, lutfiun. Askush nuk kupton se ndodhi ka shumë vrosje, se humbin djemë e vojza, njerëz, jetë, arsye. Driton, ko nes që pyes vetën se është njëria që ata e ndëruan, sepse sot nuk i vret lufta, por i vret hajmikë shëpullur. Ne dha metën që ju të rritën në poqe, ju që vorë të reja të obën çdo muaj. Ne besuam që themuret të valvitin mbi gëzim, por ai sot mullohet me ljatë. E çfarë të bëj? Të mos heshtin. Mos e lini të vdes ajo që mbëllëm, jep një zë pa drejtësisë. Mbroni njëri tjetrin, mos e lini të shuhet asnjëna jeshtë. Për të gjitha nënat që ende presin. Për djemë që su këthyje e kur. Për të gjitha zërat që u shojtën pa drejtësisht. Për Kosovën që me i të njete ju gjakë. Unë jam një nën, jam zemra që rifart, për nuk i gjej do të pijtë e mi. Agronin, afrimin, lutfiun, kur i varosa ata, varosa botën time. Mos më thoni të duraj, mos më thoni të jarraj, mos më thoni se ko është në të gjitha pjapet, sepse pjavi që ja pa drejtësia, nuk e mbyll do të koha për drejtësia. Ju beson për akti i pjavurin. Askush nuk ka të drejtë në marrjetën e tjetrit. Nëse kjo tokë është e lirë, atëherë të fëmijët tonë do të jenë të lirë të jetojnë. Japë në dhimbje, japë në gjatë, një janë në kështëri, një janë qetë.
dëshmorët e kësaj ane me një ceremoni plot emocione. Malet e Qygjavicës tashmë dallohen lehtësisht edhe nga larg, teksa ngjitesh nga Obiliqi, në mes të maleve, 3 shkronja gjigande në ngjyrë të kuqe, UÇK, qëndrojnë krenare si simboli një historie që nuk harrohet. Në malet e Qygjavicës ishin tubuar 10 banorë të fshatit Sibovc për të kujtuar dëshmorët, familjarët e tyre që dhanë jetën për liri. Burra, gra e fëmijë, të gjithë së bashku në një ceremoni të mbushur me emocion për të nderuar sakrificën e më të dashurve të tyre. Kryetari i fshatit, Afrim Mexhani, njëherash edhe një nga iniciatorët e vendosjes së këtyre shkronjave simbolike, theksoi rëndësinë që ka kjo ngjarje për komunitetin dhe kujtesën kolektive. Kjo mbledhje këtu bim sot është kushtuar dëshmorëve, kem 3 dëshmorë në fshatin tonë me 30 prell që kanë la, edhe kem 14 martirë. Kjo është me pakta që mujna me bona që jem gjallë për dëshmorët dhe martirët që kanë dhonë më të shtrajtën tyne jetën për na sot të gëzojmë lirinë. Mes emocionesh të forta, ish komandanti UÇK-s Fehmi Mjeku rrëfen arsyen e kësaj mbledhje dhe rëndësinë që ajo bart për brezat e sotshëm dhe të ardhshëm. Kem kalu kohën ditë më të vështira, edhe kam krenarin që jam i Qygjavicës, plus në kanë bo krenarët këtu 3 shkronja të arta, këtu që kem prapa neve. Ndërkaq komandanti i brigadës së Qygjavicës, Mensur Kosumi, i prekur nga atmosfera, nuk la pa marrë fjalën podium për të ndarë disa mesazhe përkujtimore. Sot është më e vështirë për folë për shkak se ne mbledhëm në këtë ceremoni të ndërojmë dëshmorët e kombit, pikërisht ata që janë atje në fotografi në anën tonë të majtë, familjet e tyre dhe gjithë dëshmorët e UÇK-s. Në këtë përvjetor nuk mungoi as përfaqësuesi i familjes Krasniqi, Muedon Krasniqi, i cili foli për krenarinë dhe dhimbjen e familjarëve të dëshmorëve. Për ne si familje, kjo është ditë një koncept krenari dhe mall. Krenari për veprën e tyre të madhe dhe mall për mungesën e tyre që ndijmë sot. Me shumë besim. Ceremonia u pasurua dhe me recitime nga fëmijët, këngë dhe vargje kushtuar dëshmorëve familjarëve të tyre. Afrin Krasniqi si fjalë që su shua, me guximin tënd liria u shkrua. Në çdo hap të këtij vendi që jetojmë, emrin tënd me krenari e kujtojmë. Ky tubim përkujtimor synon që nga ky vit të kthehet në një traditë të përditshme, për mos të harruar kurrë sakrificën dhe për të mbajtur Te